Avokat, për të kaluar tek një tjetër çështje, në fundjavë, në momentin që u paraqit Belinda Balloku në SPAK, kishim dhe një vizitë të rëndësishme të një zyrtari amerikan që duket sikur kalojnë hije. Nuk ju dha shumë rëndësi. Ndoshta për shkak edhe ngjarjeve tjera që mbuluan nga Erion Veliajt e rasti fatos Nanos, vet Belinda Balloku që vajt në SPAK. Por ju si shikoni ardhin e tij dhe takimin me drejtuesit e SPAK-ut dhe prokurorët? Shikoj një tjetër krim dhe një pandershmëri e medjave shqiptare. Sepse media shqiptare merren me Big Brotherin 24 orë në 24 me Big Bordelin, që do bëjmë Big Bordelin 5 tani, të 5-in, dhe nuk merren me një ngjarje që është me vlerë në marrëdhënien ndërkombëtare të Shqipërisë dhe me situatën aktuale politiko-juridike në vend. Pse e them këtë? E them sepse erdhi zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe takoi kryeministrin, atë ministrin e brendshme, takoi të drejtësisë, drejtorin e SPAK-ut, takoi këta të drejtësisë, takoi të tërë. Nuk takoi as kryeministrin, as ta shquajturin kryetar të opozitës. Kjo i thot të tëra zotëri. Prandaj dhe me media shqiptare heshti. Prandaj dhe media shqiptare kalon në errësirë të lëkshtuar. E më punë madhe ja erdhi një. Mirë, po ai ka ardhur me agenda, ka ardhur me urdhra për SPAK-un, se SPAK-u është krijesa e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe ata e paguajnë SPAK-un. Kështu që unë e gjykoj që, ose më mirë me thënë, nuk më përshtypje që media shqiptare televizionet shqiptare heshtin. Nuk më përfare përshtypje, se e di atë pres, nuk pres që të flasin, e të komentojnë, e të deklarojnë. Ndërsa zonja Balloku është treguar e pacip ashtu siç është. Fare e pacip. Kur them e pacip, do të thënë s'ka pikën e moralit. Ajo kalonte atje me një cinizëm të theksuar, me një kapadajllok, me një mënimandësi, a thua se po vinte në dasëm, jo se doli nga zyrat e SPAK-ut. Po ndoshta s'ka bërë gjë avokat, e pafajshme derisa të jepet vendimi. Zotëri, u cilësua, ju komunikua statusi i të pandehurit. Jo, nuk u dënua pra, e pandehur, nuk u dënua. Po e pandehur, pse nuk jeni ti i pandehur? Pse nuk jam dhe unë? I pandehur nuk je burri mirë. është tjetër punë e caktuar, është vendosur ti është fajtor ose jo. Po aman je person që do përgjigjesh për diçka, ja je akuzuar, i pandehuri se akuzuar zotëri. Por kemi prezumimin e pafajësisë. Nuk thash është fajtore, thash e pandehur. Dhe si e tillë të paktën duhet ishe serioze. Të paktën duhet ishe serioze. Për të respektuar ata katërën me bojë, ata mavri që votojnë, dhe për të respektuar dhe institucionit e këcili vajtje dhe doli. Me i ajo akoma nuk na ka thënë kush e goditi në sy, ose kush e shkaktoi njollë në zezë në sy, çfarë ndodhi me syrin e zonjës Balloku. Po ajo që ishte më skandaloze është që i dolën të palarat në shesh qeverisë shqiptare. Belinda Balloku, ministre dhe zëvendës ministre, e motra e saj, ajo Pamela Qirko, që është Pamela Balloku dhe s'ka pse ta ketë mbi emrin Qirko dhe Turtivi, që man akoma mbi emrin e ish bashkëshortit që ka 15 vjeç që është ndarë. Po e bën atë për të muluar, për të mos marrë vesh qytetarë shqiptarë që është motra e Belinda Ballokut, pra janë besat e Beqir Ballokut. Ky është nepotizmi dhe prandaj është ka ta ndisur kështu Shqipëria. Derisa ligji e lejon që ta ketë përfaqësuese ligjore. Përfaqësuese ligjore mund ta ketë, po jo njëra ajo të gjykate në pjesë e gjykatës kushtetuese, mirë them, dhe motra të jetë ministre. Zotëri, në pushtet nuk duhet të ketë fare gjykumi as një lidhje gjaku me të. Ajo, këta kështu e bën, nuk e kanë për gjë nepotizmin, nuk e kanë për gjë që ato qeverisjen autokracinë, ka autokracinë në Shqipëri, s'ka qeveri, s'ka pushtet. Por ata amerikanët kanë sjellë ndonjë gjë konkrete avokat, ndonjë dosje, ndonjë listë, më thash sepse
Përse mund të vinë ai një muaj para largimit Dumanit? Do shkoj do t'i pyesin do t'ja përgjigje. Po ku ti thonë ata se pse vini dhe çfarë bëjnë? Ku ti kanë thënë deri sot? Kur do ta ndjejmë efektin e tyre, kanë fjalë. Do shohim, jemi në pritje. Ndikon te kjo dosje akore? Efektin e asaj vizite, unë e pres që të arrestohet kryeministri dhe Sali Berisha. Po Berisha Belinda po se po. Belinda po se po? Po. Po më thatë në bisedën e fundit që nuk bie. Përpara se të vinte amerikani. Atë situatë kisha në bisedën e fundit, atë thash. Këtë situatë të reja kemi tani dhe do gjykojmë dhe do flasim mbi zhvillimet e reja. Ne nuk do t'i rrim besnik një fjale ose një ngjarje që ka ndodhur para. Dinamika është shumë e shpejtë, po më thonë. Lëviz, jeta është në zhvillim. Ngjarjet janë në zhvillim. Unë shikoj që këtë klaunin e cirkut, këtë Karagjozin që kemi ne kryeministër, tani nuk ja varë më njëri as në Europë, nuk e pranojnë më. Se e shonë se charlatane, se që legendë. Në Franca, ku ishte atje takime Macronin me mthe të thash? Pse vate në Francë? Vate për të ngushëlluar Sarkozy në qofë të burg, ishtë presidenti francez? Dëgjo, këmbana bien për e dirame dhe ai e di mirë këtë punë. Avokat, këtej do shkoj nga Meloni, tani kemi mbledhjet përbashkët qeverive në 19 nëntor. Meloni është afërt me Trumpin. Pra, siguri ka vendosur sa gjëra në vit. Ai në vit s'ka vendosur asgjë, megjithatë unë nga perëndimi nuk pres doj bes. As kam pritur bes, as pres. Sepse masonët kanë ligjet e tyre. I bëjnë punët kur duan, si duan dhe si të duan. Ne jemi praktikisht jemi të varur për tyre, jemi të dënuar që të bindemi atyre se s'kemi nga e mbajnë. Jemi një popull shumë i vogël, jemi një shtet kavje, një popull kavje, tek i cili ata eksperimentojnë të gjitha të zezat që kanë planifikuar me shekuj për të sunduar botën. Kështu që nuk më bë përshtypje dhe kjo që ti lidhe me Meloni, se dhe Meloni pjesë e atyre është dhe politikën e atyre bën. Meloni gjithçka mund të jetë, por vetëm me djathtë nuk është. Ditën dhjetor, avokat, paktën nëse me dinamikën aktuale, mund bëjmë ndonjë parashikim? Kush e ha dhe kush nuk e ha vitin e ri? Shpresoj që të mos e hanë vitin e ri këta që janë në pushtet. Shpresoj. Megjithatë, çfarë s'bën vaki? Ore, Amerika edhe perëndimi ka një gjë, dorën që nuk e kafshon e puth. Po e panë që nuk mund të arrëzojnë Edi Ramën, sepse nuk mund të arrëzojnë. Ata kur do në rëzojnë qofse nuk do hynte në mes Rusia, hynë Moska këtu. Në çdo veprimtari, në çdo hap që hedhin Amerikanët, Moska i kundërpërgjigjet. Ishte plani për të bërë Shqipëria natyrore, e kundërshtoi Moska, duke kundërshtuar atë dalin e Bosnjë-Hercegovinës Srpska, Republika Srpska, që ishte ajo, blokoi, tha jo të mos bëhet, do rriasu siç është. Dhe amerikanët këtu janë detyruar që të bëjnë pazare me Moskën. Dhe po i bëjnë në fakt. Dhe pikërisht këtu ka ngelur situata. Megjithatë ne presim. Presim sepse atë kemi mundësi të bëjmë, të presim, asnjë gjë tjetër s'kemi dorë të bëjmë. Vetëm të presim. Avokat Velia e tha, atë që mbet mua do ta bëj ju nesër. No, po i di se i ka parë pararësit e tij, i ka parë që nga Betris Pahiu, Tukjakova, me radhë generalët, ministrat, kryeministrin që e vranë fare, i di mirë, ai Erion Velia ka studiuar se ka 9 muaj kohë që të studioje, të ristudioje, të lexojë çfarë ka ndodhur, çfarë kanë bërë pararësit e tij. Ai e di mirë që ata janë një parti që han njëri tjetrin. Po si do mbyllet? Vetëm me luftë. Bërnalloj. Vetëm me luftë bërnalloj. Avokat, unë të falenderoj shumë për bisedën, ishte kënaqësi dhe të uroj një të diel të këndshme. Faleminderit edhe për intervistën.